All the films in one radio show. Rikthehemi në The Movies dhe për gjithë ju që po na dëgjoni dhe keni dëshirë të ndiqni një film sot, nesër, pas nesër, po kjo ju ha një proces shumë gjatë kohor, uleni dikujt I pëlqen njëri film, dikujt I pëlqen një film tjetër dhe përfundoni që keni kaluar 2 orë dhe ka plasur vetëm debat në shtëpi dhe asnjë film nuk është plejuar, zgjidhjen gjithmonë e kemi ne. Më vjen turp ta them, por do ta them, për herë të parë pash Dune. E kam paragjykuar më përpara me atë ideologjinë që një film që është shumë I famshëm dhe mainstream, jo me do e mos është I duhuri. Zendaya më pëlqen si aktore, por kombinimi në trurin tim më përpara I Timothée Chalamet dhe Zendaya, mendoja është nga ato filmat që merret një cast shumë I mirë aktorësh për të kamufluar faktin që skenari është grop. Nuk ishte fare ky rasti. Jo, më vjen turp që e them. Ishte madje kjo dyshe Timothée Chalamet dhe Zendaya, domethënë mendoj që është filmi që I urri më mirë ndër të gjithë filmat e tjerë si karaktere. Besoj e pe kostumografia është fantastike, po atë po I thoja Edeas edhe para se të futeshim në transmetim, ndodhin aq shumë gjëra sa që sikur je duke parë 4 ose 5 filma njëkohësisht, po pa u shpërqendruar. Pra rrjedha logjike qëndron tek filmi pavarësisht është 3 deri në 4 orë I gjatë. Rrjedha logjike qëndron, po ka shumë gjëra, dyshi njerëz është fantastik fare. Ishte jashtëzakonisht shumë I bukur me regji të Denis Villeneuve, kinematografia, muzika nga Hans Zimmer, kostumografia, rrjedha e ngjarjeve, është nga ato filma që edhe nëse është ora 1 e natës dhe thoni po te si do rrim deri në 3 deri në 4, do rrini deri në 3 dhe deri në 4. Për gjithë ju që nuk e dini se për çfarë flet, Dune ndjek Paul Atreides, është një djalë I ri nga një familje fisnike që zhvendoset në një planet të quajtur Arrakis, është I vetmi vend në univers ku gjendet erza. Kjo është substanca më e çmuar në galaksi. Familja e tij tradhtohet edhe Paul detyrohet të mbjetojë në shkretir dhe të zbulojë një fat shumë të madh se vetja, është ai të qenurit një mesi që mund ta ndryshojë të ardhmen e gjithë botës. Aty takohet me Zendayan, e cila gjithashtu është pjesë e popullit të shkretëtirës, ka jashtëzakonisht shumë element historik të përmendur në film, jo që kanë të bëjnë me historinë tonë, por thuhet se shkrimtari vet është bazuar në një libër të vërtetë. Absolutisht. Ka krijuar komplet një gjuhë dhe një kulturë të plot politike fetare, është universi I Dune, që ka fe, ka klane, ka sisteme pushteti dhe mu duk kaq interesante sa kreativ duhet jetë një njeri që të krijojë një tip ekosistemi. Absolutisht, është edhe shumë politik, pra ka të varfër që protestojnë për të drejtat e tyre edhe për gjithë shtypjen që ju bëhet. Ka një qeveri e cila jeton në luks, ka fise të tjera që janë disi shtresa mesatare popullsisë. Dune është shumë politik në tërësi, po ta vëshre edhe pse duket fantastiko shkencor. Është shumë e vërtet ajo që the ti, madje kanë marrë komponent nga disa filma. Për shembull Sandworms janë fantastik, që unë I kam parë dhe në filma të tjerë dhe mënyra se si ata I thrasin me gur. Pash që kjo ishte një teknik që ishte e vërtet për disa krimba të rërës që dalin pikërisht me atë goditjen. Pra është gjë e vërtet. Po ta shikoni filmin, goditja është një element shumë I rëndësishëm I gjithçkaje. I thirrjes, po themi, dhe kjo ekzistonte në të vërtet. Kam parë një dokumentar që krimbat dilin menjëherë sapo dëgjonin këtë zhurmë. Interesante. Unë lexova diku që Sandworms ose krimbat e shfaqur në Dune janë inspiruar nga frika e thellë e autorit për natyrën dhe simbolizojnë atë fuqinë e pakontrollueshme të natyrës. Pra përveç antiheronjve dhe antagonistëve të rrezikshëm që në film janë të jashtëzakonshëm, të pa shpirt, tamam krull, I thon amerikanët I thon rotten, kur je tamam I kalbur nga brenda, do shikoni do ju ngjalli dhe disa emocione diskomforti edhe sikleti. Po ka skena goxha të sikletshme her pas here. Është një luftë për mbjetesë e çmendur ku nuk kursehet asnjëri. Një tjetër gjë interesante që lexova është që Spice ose erza në këtë planetin e tyre bie gjatë gjithë kohës një erëz tip ngjyrë portokalli, e cila është metaforë për naftën dhe fuqinë gjeopolitike, pra simbolizon burimet natyrore që kontrollojnë ekonominë globale. Kështu që po ke të drejtë, është tërësisht politike, shumë metaforike, po mbi të gjitha kinematografike në sensin më të mirë të fjalës, një nga ato filma që do ju duket ai 3 orëshi sikur keni parë thjesht një seri dhe bëra edhe një gaf, mendova që kishte dalë I treti,
për shkak të ignorancës time, me sa duket pafund me këto kohë të fundit. Edhe për shkak të dëshirës për të patur një të tretë. Bravo, dhe premtova me njeriu që po e shija, i thash nesër do shohim të tretin pa problem. Dhe të nesërmen kur zbuluam se i treti del në dhjetor të 2026-s. Një trishtim dhe një velani dhe një kaos dunesk na kaploi. Dunesk, dhe është nga ato filma që nuk është vënë në dyshim fare, duhet bëjmë një dysh apo duhet bëjmë një tresh. Pra ka nisur xhirimi dhe po trajtohet si një histori e vetme dhe vetëm xhirohet, kalon në postproduksion, jepet, vazhdon. Edhe thash, po çpun ka Zendaya te Euphoria, rrimoj zemër te Dune se je shumë mirë aty. Është fantastike aty, ngjyra e syve, domethënë ka shumë art vërtet tek Dune, dhe në fakt kolonat zanore u nominuan edhe tek Oscar për kolonën zanore më të mirë dhe ishte edhe ndër pretendentët edhe për kinematografinë më të mirë, dhe mbase në 2027-ën pas 3 filmave të dalë mund të ketë ende më peshë edhe më seriozitet. Me që jemi tek filmat politik, filmat që flasin për intrigat e pushteteve dhe gjithçka tjetër, duke u bazuar pak edhe tek aktualiteti i ditëve të fundit, unë zgjodha një film të 2005-s, po që unë e kam parë relativisht vonë, ideja duhet ta ketë parë, me sa po më thonte më herët se sa mua. E kam parë aq e vogël sa mund kem qenë tepër e vogël për ta dëshifruar. Unë e kam parë, domethënë është filmi me atë maskën e famshme që ne pam te Casa de Papel, po kjo ka një histori shumë më të hershme. Casa de Papel, po themi, është një gjë krejt e re në krahasim me këtë film. Flet për një botë distopike në Mbretërinë e Bashkuar, ku shoqërinë e kontrollon një regjim diktatorial që në qendër të tij ka propagandën dhe metoda revolucionare të shtypjes. Por, pikërisht në këtë botë ku duket sikur gjithçka ka marrë fund, ngrihet një personazh i cili i vetëm arrin të frymëzojë qindra qytetar, dhe ajo kleçka qëndron pikërisht tek maska e tij. Ai nuk e shfaq asnjëherë fytyrën e tij, por maska e tij bëhet simbol për kryengritjen e qytetit kundrejt diktaturës. Një nga mesazhet më të njohura të filmit është që idet janë her pas here më të fuqishme se individët, dhe edhe nëse një individ shkon, ideja do mbetet aty dhe të tjerë njerëz do luftojnë për të, siç është demokracia, dhe njerëzit vazhdojnë luftojnë që ta mbajnë atë në nivele sa më të larta. Tregon të gjitha elementet e pushtetit, frikën se si diktatorët duan të mbajnë pushtetin e tyre me anë të propagandës, por edhe se si njerëzit, kur vjen një moment që vrasin frikën, ata kuptojnë që janë shumë më të fortë se sa një udhëheqës. Pra, dhe në vetvete, në shoqëri demokratike, një individ, pavarësisht se neve na duket her pas here sikur qeverit na shtypin, na marrin të drejtat, fuqia e një individi është shumë e lartë kur ai kupton se ideja që ka ai ndahet nga shumë njerëz. Pra shoqëritë gjithmonë e rimarrin pushtetin e tyre kur janë të gjithë në një mendje, dhe nuk ka, po themi, udhëheqës apo një njeri të zgjedhur që ata mund t'i kontrollojë. Por duhet kaluar ky caku që të vrasësh frikën, dhe është një personazh në film që quhet Eva Hammond, e cila pëson një transformim të thellë nga një njeri që ishte komplet apatike për të mos vepruar ndaj asgjëje, kthehet një personazh që bën shumë në fund. Dhe përpos vrasjes së frikës është vrasja e egos, çka më pëlqen tek elementi mask. Nëse Paul Atreides është ky heroi i cili do të vetë shpallet si mesi, ka hera herës më pushtet kur ti e heq mantelin, ëndrat, dëshirat, gjithçka që personifikon me veten, vret egon tënde dhe bëhesh pjesë e një kolektivi të madh. Kjo mund të jetë një nga ditët më fantastike, se janë filma vërtet shumë të bukur që kemi zgjedhur, kështu që në Cineplex për Toy Story 5 dhe mos harroni Dune dhe V for Vendetta për shijet e tuaja në shtëpi. Si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të The Movies edhe për sot. Për gjithë ju që dëshironi të shikoni një film në ekranin e madh, Toy Story 5 është në Cineplex tek dhe QTU për ju, për fëmijët tuaj, për nipër dhe mbesa, për këdo. Nuk e di me kë nuk mund ta shohësh Toy Story 5. Dhe për gjithë ju që dëshironi të qëndroni në shtëpi, ti shikoni filmat nga ato faqet pirate ku i shohim edhe ne. Sugjerimet tona për këtë javë janë Dune dhe V for Vendetta.
Ne do t'jemi sërish javës që vjen. Kjo verë do t'jetë e mbushur me premiera fantastike në Cineplex, që tashmë kanë nisur që nga Toy Story 5 që e kemi paralajmëruar prej kohësh dhe shumë emra të mëdhenj të kinematografisë do të vinë javë pas jave. Deri atëherë, kalofshi bukur, miru dëgjofshim, qëndroni freskët.